Antarësimi i Malit të Zi në NATO e ka zëmëruar Rusinë, e cila e sheh vendin prej 600.000 banorësh si një zonë të veçantë interesi. Korrespondenti ynë në Podgorica, Ali Salaj, përgatiti këtë material. Antarësimi i Malit të Zi në NATO po mirëpritet me entuziazëm si nga partitë politike ashtu dhe nga shoqatat jo qeveritare dhe analistët e pavarur. Ata vlerësojnë se ky është një hap përpara për Malin e Zi për qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor dhe për të ardhmen e rajonit. Për antarët e qeverisë dhe parlamentit Malit të Zi, kjo është një ngjarje historike që Malin e Zi e vënë në një situatë më të favorshme për të ardhmen e vendit. Edhe diplomatët e huaj e përshëndesin antarësimin e Malit të Zi në NATO. Congratulations to all the citizens of Montenegro. Thank you for being our partner. Ambasadori amerikane në Podgoricë, Margaret O'Hara, përgëzoi qytetarët e Malit të Zi duke theksuar se jemi tani aleat dhe së bashku do të jemi më të fortë në të gjitha sfidat që janë përpara botës moderne. Ndërkaq për partitë pro-serbe, kjo ditë shihet si një ndërtitje më të trishta në historinë e Malit të Zi. Ata kundërshtojnë antarësimin e Malit të Zi në NATO duke cilësuar këtë si një akt tradhtie kombëtare. Mali i Zi, dikur bastion i ndjenjave pro-ruse në Ballkan, bëhet sot zyrtarisht antar i 19 i NATO-s me një ceremoni në Washington. Antarësimi i vendit prej 600.000 banorësh në Aleancën Ushtarake shënon një kthesë historike që ka zemëruar Kremlinin, i cili e sheh Malin e Zi si një zonë të veçantë interesi. Kjo zvoglon me tej ndikimin e Rusisë në Evropën juglindore dhe i heq aksesin nga të ashtu quajturat dete të ngrohta në Evropë që mund të përdoreshin si baza për ndërhyrje ushtarake në lindjen e mesme. Rusia ka kërcënuar se do t'i kundërpërgjigjet ekonomikisht dhe politikisht, duke përfshirë një fushat për të minuar industrinë malazeze të turizmit që mbështetet mjaft te vizitorit rus. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.